është. Kjo është një batut, këtë batut mund ta bëj unë, mund ta bëjmë gjithë dhe të qeshe. Po ama ti thuash dikujt që vjen e shkatruar, që ne gjithë u gëzuam që ti ike, dhe ti e sa katën tru, unë nuk i paralizoj dot këto gjëra. E dëgjojmë Eliona. Ai ishte i Albës. Ska rëndësi. Fakti që dikush bën një faj, ne nuk do të thotë që ne tjerë të bëjmë një faj më të madh se ai që e ka bërë. Se për atë pjesë nuk jam ka nina as pak mirë, se jam njëri dhe kam gjendje emocionale. Prap reflekton ma mirë. Fjallën sa ka të ngatrut ma ka shtru Alba, unë i thash Albës, i ki pas sjelljet e tmerrshme, edhe po m'vjen keq që nuk jenë gjendje me reflektu. Ashtu ishte muhabeti. Edhe ma bëni Alba që shë ka zakon, tani po me thua që jam sa ka të ngatrut. Po ti e thë. I thash ashtu usulle, edhe nuk e mirë as pak, unë po kërkoj fali se mu së më pëlqej vetja, se nuk më pak tjeshtia jo fjallë. Por, që është negative, e thonë prapë, se mu, Alba, asni pozitivitet nuk më ka sjellë deri tani. Edhe po më vjen shumë keq, se pesho tu kesh, e se pesho tu mundu me kalu mirë, po unë e ndi Albën si shumë njëri negativ, sepse një njëri që ta prish lojen, kur na gjithë jemi duke keshur, edhe tu knaq, e kjo e prish me negativitetin e saj, atëherë qysh mi thonë unë asaj pozitive. Nuk e qes prej goje kur sosh. Edhe për pjesën e sa ka të nga tru të rrisë, në komplet për vjen shumë keq, nuk të nglon as pak mirë, nuk më ka pëlqy as mund me ndëgju. Nuk më ka pëlqy as mund me ndëgju. Alba e shenë emocionet e mija edhe... Ajo e tha për mua betjetër. Biseda që e bënëm, më ka emocionu edhe fakti që nuk e ki pranu. Edhe ndashta aj moment nuk u kon as pak i bukur, jam kon e emocionu me edhe unë po të kërkoj faljen qoftë se je lëndu prej asoj fjale, sinqerisht. Në rast se faljen e ke thellësi shpirtërore, e thon prap. A mund t'ja përgjigja tani për faljen që e kërkove? Po. Në rast se faljen e ke thellësi shpirtërore, mund bëhet qefi për ty, sepse do jesh ti ajo që do reflektosh dhe do hapësh sy të shohësh pak më mirë. Unë e pranoj faljen, kryesorja ta pranon Zotin një radh parë. Mirë, po si shtatë, se çfarë ofendime jep dhe çfarë bën çdo kush këtu, se nuk dua të përmend emër të caktuar. Mua nuk ndikon as pak dhe unë e dëshmoj veten time në momente të caktuara. Mirë, po është rasti konkret Eliona, që në mënyrë shumë të tërhequr dhe shumë si larg ka thënë tre je shumë njëri mirë. Do të ashojmë edhe një material, po vetëm ta dëgjojmë lëndrimin edhe Najdirin, sepse duke se kërkoj fjallën. Unë mendoj që Alba shembulli maj mirë se çka krenaria e tepërt edhe vetbesimit e plumë munden me qu një person. Kjo mujti me menaxhu situatën tepër lehtë, veç kur erdhte lavanderia, me na mbledh krejt veçëtues se ja sugjerova dhe me na kërku falje, pasi që e kemi meritu se na ka jep stres u shkon prajmi parë, na i na kon të indexhu, do me thonë prajmin, Alba u kon krejt e dim që shokon. Kështu që